Prashev ka përfunduar edicioni 4 i konkursit ndërkombëtar të fotografisë pre foto, në të cilin kanë aplikuar më se 200 fotografë nga 13 shtete, nga të cilët 46 ishin përballur në finale. Ky edicion i pre fotos, sipas përfaqësuesve të jurisë, ndryshe nga edicionet e mëhershme, shtrohet për nivelin e konkurrentëve dhe profesionalizmit. Këtu po duket sonte po ringjallet, jo vetëm kultura, por edhe fotografia. Nga kjo tërësi, unë jam i mendimit që duhet të zhvillohet në hapa shumë të shpejt, qasja edhe në fushat tjera të artit pamor. Më vjen shumë mirë, dhe doa të përgëzoj të gjithë grupin, mendoj që duhet dhe do ketë edhe mbështetje nga Tirana, besoj, zyrtare. Fotograf prej rajonit edhe prej botës që janë pjesë mas këtu, edhe kjo e bën edhe më të veçantë në ekspozitën ndërkombëtare fotografisë artistike siç është pre foto. Fituesa e vendit të parë në këtë edicion të pre fotos u shpall fotografia që titullohej Buka e mbrume e shkrepur nga Leonora Milani nga Shqipëria. Fotoja është shkrep në Dukagjin, në shtëpi ku kam li, në foto është gjyshja, edhe foto është pak minuta se sa më dal buka prej Serenës. Vendi i dytë takoi fotografisën Mirsad Mujanovicit nga Bosna e Hercegovina, ndërsa në vendin e tretë fotografia Muhamet Alidit nga Maqedonia. Kësaj radhe u nda edhe jashtëquajturi çmimin kurajues për fotografinë, që i takoi fotografit nga Maqedonia Dashni Mizairi. Organizatori i konkursit ndërkombëtar të fotografisë pre foto, ndonë është i kënaqur me rrjedhën e këtij edicioni, ai shpreh habin e tij për mos mbështetje të këtij eventi nga ana e pushtetit lokal në Prashev. Për kraj këtë vit kishim shumë pak, Këshilli Kombëtar Shqiptar dhe Komunës Banocit, kurse pushteti lokal që për të katërtën herë nuk mendon që duhet të investohet në kulturë. Kjo është një gjë tepër e keqe sepse po shohim se rinia e Prashevës po ik prej këtij eventi. Kurse ky aktivitet i bën shumë mirë lëvizjes Prashevës dhe sigurisht edhe qytetit Prashevës. Konkursi ndërkombëtar i fotografisë pre foto tashmë është tradicional dhe si i tillë është i vetmi në rajon.